punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Tru Podcast. Sot, në këtë të martë, në datën 17, mos gabofsha, 17 mars, kemi të ftuar në mënyrë fizike mikun ton të Tru Podcastit, që juve e doni dhe urreni në të njëjtën kohë, që juve më shkruani mua pse e merr atë, por harroni që unë nuk pyes as edhe një lloj njeriu se çfarë raporti individuale dhe personale kam me njerëzit. Pra, sot, për të rënë shkurt, bukur, pastër dhe qartë, neve do flasim për rezolutën e shpallur nga KM-ja për ta certifikuar, për ta ratifikuar në Parlamentin e Shqipërisë si një rezolut për shpalljen organizat terroriste të Gardës Revolucionare dhe një shteti terrorist të Republikës Ajatollëske, tha zotëria, sepse sipas tij me gjyshe veneciane, ai e di mirë se ç'është Islami dhe nuk e quajti Republikë Islamike. Për të gjitha këto, për Iranin në Shqipëri, për sulmet që po provokohen nëpër media, për luftën e pastër të Izraelit, për qëllimet hyjnore për të shpërndarë demokracinë me bomba e të tjerë, do flasim sot në Tru Podcast, ku na ka ardhur nga Malezia fizikisht miku jon Olci Yazexhi. Olc, të falenderoj që na ke ardhur. Zoti ta pranoft Ramazanin, agjerimin, vetëm të mira të urojnë jetën tënde, familjare, personale edhe profesionale, vëlla, se e di që je pedagog shumë i mirë në Malezi. Sot që na erdhe live, do kesh prap kur transmetohemi, do ke prap reagime. Pse e merr këtë ekstremistin? Pse e kam me ty kështu valla? Po, sepse unë jam ekstremist. Do të thënë gjërat që unë them janë ekstreme dhe janë kundër rrymës. Për shembull, të mbrosh Islamin, të mbrosh Osmanët, të mbrosh Palestinezët, të mbrosh Iranin, je politikisht inkorrekt. Dhe shumica e njerëzve, të cilët nuk e kuptojnë historinë, nuk janë njerëz të lexuar, por janë viktima të dezinformacionit të mediave, gjërat që unë i them i duken shumë të rënda. Dhe shpesh unë kam qejf që i provokoj vetë. I provokon vetë? I provokoj vetë se dëgjoj, domethënë ne kemi nevojë për pak publicitet. Po. Dhe domethënë çdo publicitet është i mirë, edhe kur të shajnë, prap të bëjnë reklam, sepse domethënë ne duam që të bijmë në sy. Është pjesë e natyrës njerëzore, në mënyrë që njerëzit ta dëgjojnë mesazhin ton. Se domethënë ne si qytetar të thjesht që jemi, që nuk jemi oligark, nuk kemi televizione të mëdha etj, si mund të bihem në sy, vetëm kur merremi me tema bombastike. Po. Themi të vërteta, po i themi në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të rëndë, dhe njerëzit shantazhohen, njerëzit tronditen, thonë çfarë po thotë. Dhe domethënë, kjo është një nga strategjitë e komunikimit që unë ndjek kur dua që domethënë njerëzit të ndjekin dhe të shohin ato që unë them. Shikoj, unë të kam ndjekur edhe pa u njohur bashkë. Ndryshe nga të tjerët, unë e kuptoj se kur ti je duke luajtur, kur ti je duke hedhur shashk, edhe kur ti je bën një analizë gjeopolitike reale, siç e ke bërë tu në Tru Podcast, që njerëz kanë kthyer mendim për ty, thonë ore, dale vëlla se Olci nuk është ky që na shitur neve në për televizionet shqiptare. Po. Për shembull me Muç Nanon ka ndodhur që un kam thënë që un mbaj zi për 28 nëntor që as që është fjalë. Domethënë as që mbaj, por pse e kam bërë atë? Se dua që të trondis opinionin, dua që njerëzit thonë, "Wow, çfarë thotë? A është normal apo jo?" Domethënë ai është një provokacie. Një provokim, domethënë që un kam shef bëj kështu lloj provokimesh në mënyrë që njerëzit të arrin, domethënë sigurisht ti e the se ti arrin që të më kuptosh. Ka momente që un provokoj
që them gjëra bombastike, kurse ka momente kur unë jam serioz që bëj analizë serioze. Pikërisht pra. Tani unë dua ta di që më thon unë e di vlla, po dua ta dinë edhe njerëzit që na ndjekin, çfarë është Islami për ty. Sepse njerëzit shikojnë, unë e kam provuar vetë vlla, kur mbroja Sali Berishën atëherë, edhe unë bëja skupe. Sepse kisha moderatorin kundër dhe 3 të ftuarit kundër. Në bëheshin bashkë siç bëhen ty. Pra bëhen këta pro-amerikanë që dije kanë qenë pro-rus, pro-kinez, pro-iranian, pro çfarë dush ti ishin. Edhe bëhen kështu blok, të flasin me politikisht korrekt. Ti del kundër Amerikës, bëhen më katolikë se sa papa. Ti del kundër Amerikës për non gratën e Sali Berishës. Ç'lidhje ka? Jam unë me Amerikën apo unë jam pro-shqiptar vëlla në fund ditës. Sepse këtu po paguaj taksa. Po të vinë Malajzi do jem pro-malajzian se aty po paguaj taksa vëlla, aty po më kthehet feedbacku. Po të jem në Amerikë do jem pro-amerikan se aty do paguaj taksa, është çështje taksimi e gjithë ky patriotizmi modern. Islami vëlla, çfarë është për Olçe Yazexhiun, që ta kuptojnë njerëzit se çojnë radikal kështu. Islami është feja ime, unë jam bërë musliman kur kam qenë 17-18 vjeç. Brezim gjenerata ime, shokët e mi, i ke ose në përburgje, sikur Shullazi, ose të vrarë, sikur ai Dani si ka patë emrin. Po. Se ne kemi qenë një brez shumë problematik i viteve 80-90. Ishte koha kur në Shqipëri ra sistemi, kur njerëzit morin e shkatruan amerikanët sistemin dhe u kthye ligji i xhunglës. Dhe shumë shokë të mi ose janë të vdekur ose janë në përburgje. Ndërsa unë vendosa që të largohem nga jeta e rrugës e dhunës dhe lexova Kuranin dhe u bëra besimtar i Allahut. Unë jam bërë besimtar jo nga interesi ekonomik, se ka shumë veta që i ka paguar Irani, po, Arabia Saudite, edhe vazhdojnë t'i paguajnë. Unë u bëra besimtar me dëshirën time, duke lexuar Kuranin. Kam shërbyer si part-time hoxh në xhamin e kombinatit nga viti 93 deri në 96. Dhe duke qenë që unë jam një besimtar praktikant i Islamit, unë besoj Allahun, ëngjëjt e tij, librat e tij, ditën e Kiametit, kaderin e Allahut, hajrin dhe sherrin e tij. Unë ndjej shumë për Islamin dhe muslimanët. Po të më shikosh mua, domethënë nëpër vite, sidomos që kur jam kthyer nga studimet nga Malajzia në 2003, ishte koha e Fatos Nanos atëre dhe Ramos, kur kishte një islamofobi dhe gërsi të madhe kundër muslimanëve, po jo vetëm muslimanëve, berishistëve, malogëve. Çfarë do lloj? Po. O me neo me ata. Se ka qenë një luftë shumë e egër atëre dhe unë jam bërë shumë sensitiv për abuzimet që bëhen kundër muslimanëve në Shqipëri, shkeljen e drejtave të njerëzit. Dhe po ndjekësh domethënë historinë time, unë kam një histori lufte me organet e sigurisë në këtë vend, me antiterrorin, me shikun. Për vitesh i denoncoj ato. I denoncoj abuzimin që pushteti bën kundër shqiptarëve musliman, për buzjen që i bëhet muslimanëve, edhe gjithashtu edhe islamofobin globale. Dhe domethënë për shembull kur unë mbroj otomanët, unë i mbroj otomanët nga që unë e kuptoj atë lloj kulture dhe atë të kaluar që shqiptarëve u është mohuar. Nga që Shqipëria është një projekt kolonial, ashtu sikur fjala bie Palestina është projekt kolonial dhe Izraeli është pjesë e këtij projekti. Edhe Shqipëria kur u krijua nga fuqitë e mëdha, u krijua në formë të tillë ku vendi u dizajnua në atë mënyrë që muslimani shqiptar do të mbahet gjithmonë i shtypur. Kjo gjë ndodhi edhe në Kosovë, domethënë vënia e Kosovës, por edhe çamërisë në pushtimin greko-serb ishte pjesë e dizajnimit të fuqive të mëdha të Evropës, ku sikur tregonte një diplomat britanik në atë kohë që opsionet që britanikët kishin me shqiptarët ishin 3. Njëra ishte dobimi i tyre drejt Anadollit, 2. Krijimi i një republike laike ku muslimanët nuk do kishin pushtet, arsye pse perëndimi sot ne na mban një Veneciano vlla në pushtet sigur Edi Rama, është pjesë e projekteve. Veneciano vlla. Se ti ja përmendë që po, gjysha veneciane e ka thënë Prokshupja atë se kam thënë unë. Dhe domethënë arsye pse ne shqiptarët musliman sot, edhe pse jemi shumicë, sundohemi nga jo musliman të krishterë. Është pjesë e këtyre skemave që britanikët dhe francezët bën
në kohën kur gjyshrit tanë, stërgjyshrit tanë ishin të vegjël. Dhe opsioni i tretë që kishin britanikët me neve ishte lënia e shqiptarëve në sundimin greko-serb, pasi sikur thonin zyrtarët britanik në atë kohë, grekët dhe serbët do të na qytetronin apo civilizonin, nga që na quanin barbar. Barbar ka qenë jo grek. Do të notoni i barbarit. Nuk flas për konceptin klasik, flas për konceptin modern, domethënë. Sepse kjo Evropa post-otomane që u formua pas luftës parë botërore, elementin mysliman dhe shqiptar e pa si një element të pa dëshiruar. Dhe domethënë unë në studimet e mia merrem me këtë fushë. Unë studioj pak a shumë abuzimet që fuqitë e Evropës kanë bërë kundër shqiptarëve, por edhe këtu brenda në Shqipëri unë studioj dhe analizoj politikat islamofobike që janë ndërmarrë kundër shqiptarëve në vite, dhe sidomos në vitet e fundit me sjelljen nga amerikanët në pushtet të Partisë Socialiste, fillimisht me grupin Vllahu Labo Ortodoks të Fatos Nanos, dhe tani me sjelljen e grupit të këtyre zionisto-sorosistëve të Ramos, unë merrem, domethënë i kam denoncuar politikat e këtyre grupeve dhe skemat e tyre, të cilat sikur edhe ju në podcastin tuaj e keni vënë re, por edhe miku juaj Altin Goxhaj, neve po tishim Olsi në Francë ose në Itali, unë edhe Altin Goxhaj bashkë me ty vlla, do ishim burg. Ne do ishim jo në burg, po në burg të sigurisë lart të futur tek antiterrori europian. Jo, besoj në Itali ka pak më shumë liri se sa në Gjermani e ndoshta në Francë. Ne do na kishin shkrirë. Dhe neve vazhdojmë po flasim sepse nuk e konceptojmë dot vlla, nuk e konceptojmë dot, vetëm mbi një parim jemi ngritur, të betohem për këtë ditë Ramazani, vetëm mbi vrasjen e fëmijëve vlla. Në qoftë se juve doni të bëni luftë me njëri tjetrin, ne jemi pedagog të dy. E dim se bota ndjek real politikën, luftra do ketë gjithmonë, nuk jemi në Eden, se po të ishte për Edenin s'do hante Adam i mollën, do na mbanden parajs, na çojnë purgator në ferr. Problemi është vlla, mos e çote fëmijët. Jo 20.000 veta në Gaza, edhe ti ankohesh për majmunin që merrte kukullën. Tër bota mori trendin sa gjunaf ky majmuni. Po ata 20.000 fëmijë që janë varrosur atje. Gaza dhe Izraeli janë sfida më e madhe e njerëzimit. Domethënë deri është turpi vllai i njerëzimit. Dhe domethënë nëse deri para gjenocidit në Gaza dhe luftës që Izraeli bëri nga 2023-2025, njerëz si unë edhe ti na quanin antisemit, conspiracy theorist apo konspiracionist e tjerë. Ajo që bëri Izraeli dhe po bën deri në këto momente në Gaza, në Liban, në Siri, në Irak, në Iran, në Yemen, i kanë hapur syt njerëzimit. Dhe për më tepër edhe kjo dosja e Epsteinit, e cila na tregoi se kush janë këto elita zioniste që sundojnë botën, ne na tregoi që njerëzimi sot sundohet nga disa kafsh mostra. Domethënë disa kafsh ose kafshët janë të respektueshme, këta janë monstra valla. Mirë, këta janë monstra, se kafshët kanë dashuri. Këta janë njerëz, domethënë krijesat më të këqija. Dhe ne si musliman kemi disa profeci të profetit Muhammed, i cili ne na tregon që në fundin e kohës, këto profeti ka thënë 1500 vite më herët, në tokën e Palestinës do të mblidhen judejt nga gjithë bota. Dhe nga aty këta apo Gogu dhe Magogu apo Xhuxh-Maxhuxhët do t'i marrin gjithë pasuritë njerëzimit dhe do të bëjnë krime pafund derisa Allahu do të zbresi Mesian, që është Jezu Krishtin, dhe Imam Mehdiun, të cilët do ta çlirojnë njerëzimin nga zjedha e kësaj elite. Kur janë bërë besimtar në vitin 1993-94 dhe i kam lexuar këto hadithe, thoja çfarë janë këto? Nuk bëjnë sens. Por tani 30 vite më mbrapa kam arritur që të shoh gjëra që përpara 31-32 vitesh për mua ishin pa kuptimta. Brezim është brezi që hodhi bustin e Enver Hoxhës. Unë kam hyrë në ambasadën gjermane, jam një nga ata që hyn në ambasada në vitet 90. Dhe ne në vitet 90 e adhuronim Amerikën,
për ne domethënë Amerika ishte ajo Ëndra e ndaluar. Ëndra e ndaluar. Nëse ke parë atë këngën e Eros Ramazotit, Terra Promesa. Po. Toka e premtuar. Domethënë ashtu sikur Eros Ramazoti e përshkruan Amerikën la Terra Promesa, toka e premtuar, ajo ishte ndjenja që ne kishim për Amerikën në atë kohë. Por çfarë pam neve është që me rënien e Bashkimit Sovjetik, kjo Amerikë që ishte Amerika e lirive, Amerika e tregut lirë, Amerika e bollokut e tjerë, u mor peng nga këto elitat zioniste që deri në atë kohë qëndronin në rrogos. Dhe në këto moment që ne po flasim, që po shohim masakrimin e Iranit, që po i ndodh një bombardim masiv i Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Izraeli, ky është kulminacioni i këtyre luftrave, të cilat ne përpara 30 viteve nuk arrinim t'i kuptonim, ne nuk e dinim se ç'do ndodhte. Unë në universitetin që jap historinë e Islamit në botën moderne, dhe me studentët e mi unë studioj librat e Benjamin Netanyahut, deklaratat e tij. Dhe e kuptoj që këto që po ndodhin në këto momente janë shkruar, domethënë kanë qenë plane që në vitin 1993. Po. Që në 1979 e nisi babai i tij Benzion Milejkovski. Por ne në atë kohë kemi ignoruar këta, nga që këta persona ishin në cepat e shoqërisë. Këta ishin jo vetëm, po ishte edhe ajo pjesa që gjynofse kanë vuajtur 6 milion të vrarë luftën e dytë botërore. Krijuan mitin e Holokaustit. Por ishte edhe kjo domethënë që armiku në fillim viteve 90 nuk ishte Islami, armiku ishte komunizmi. Po. Dhe edhe gjenerata ime kur e morëm në Islamin atë kohë, unë e kam marr Islamin nga njerëz sikur Hafiz Sabri Koçi, sikur Hafiz Shabani, sikur Jashar Xhameta që ka qenë nipi Haxhi Shamilit në kombinat. Dhe domethënë ne atëherë kishim një perceptim tjetër për Amerikën, dhe ishte një Amerikë tjetër, se ajo Amerika atëherë ishte një Amerikë liberale, American Dream, Amerikë me vlera, por ç'a ndodhi është që në këto 30 vite ajo Amerikë u transformua në një monster. Isha mbrëmte Yli Rakipi dhe thash, domethënë kur po debatoni me Batonin edhe me Nazarkun, të cilët nga Afrika besoj unë, adhurojnë Amerikën, kanë frikë domethënë që të flasin kundër, ku unë thoja, unë lutem që kjo perandoria judeo-amerikane të bjerë, sepse është bërë një monster, është bërë një bish, e cila vetëm bën luftra, vetëm derdh gjak, e cila që nga 11 shtatori i vitit 2001, kur Bush i dytë nisi luftën globale kundër terrorit, kanë vrarë 4.5 milion njerëz apo musliman që nga Pakistani e deri në Libi. Kur hyn amerikanët në Irak, u vran, jo vetëm nga amerikanët, 1.5 milion njerëz. Në këto momente që ne flasim, pasi Izraeli ka kryer gjenocidin në Gaza, ku ka vrarë mbi 100.000 palestinezë dhe ka gjymtuar rreth gjysmë milioni njerëz, është duke vrarë me qindra e mira njerëz në Iran. Dhe domethënë, në një kohë që bëhen gjithë këto krime, pushteti i këtij Izraeli është aq i madh, saqë edhe sot në parlamentin e vendit ku unë e ti jetojmë dhe paguajmë taksa, këta pushtetarët tanë kanë kaluar këtë rezolutën që e kanë shpallur Iranin shtet sponsor të terrorizmit. Po, një pyetje kam unë këtu. Është më i rëndësishëm ose është më prioritar shpallja e rezolutës si shtet terrorist apo sponsorizues terrorizmit të Iranit, apo shpallja e rezolutës kundër genocidit serb në Kosovë? Një pyetje totalisht naive. Kjo është që unë çova mbrëm në debatin që pata te Rakipi, se domethënë Batoni mbronte Ramën. I thash, po dëgjoj, kur Rama që nga kaq i mirë, edhe do bëkemi rezolutane që të dënojmë krimet, pse nuk e shpallim Serbinë edhe? Një shtet sponsorizues të terrorizmit, që ata kanë kryer gjenocid në Bosnjë dhe në Kosovë. I thash unë, kur që nga kështu që domethënë ne do fillojmë të shpallim shtetet e botës, shtete terroriste, pse nuk e shpallim Greqinëve për gjenocidin që ata bën kundër çamve? Por përgjigjja është shumë e qartë që Edi Rama nuk është aty që t'i shërbej shqiptarëve. Ai është aty që t'i shërbej elitave zioniste që e kanë sjell në pushtet. Po. Domethënë këta njerëz që janë në pushtet sot, këta
nuk u interesojmë ne. Ne jemi thjesht bakti për ata. Ata na taksojnë me dhunë, po nuk u paguve taksën, ata të mbyllin biznesin, na gjobisin me dhunë, po nuk ju binde policisë të marrin mjetin, na fusin në burg kur nuk paguajnë taksa apo rrymën. Domethënë edhe kur flet lirshëm që ke free speech-in, që të mos ta duash diçka, ke drejtën për mos dashur diçka, ti patjetërsisht futesh o ekstremist, o je agent, o je diçka. Të heqin të drejtën e fjalës. Ndërsa për besimtarët musliman, se në Shqipëri, domethënë, shtresa më e diskriminuar e shoqërisë tonë janë muslimanët praktikantë. Që është të mërshme se janë shumicë vëlla. Jemi shumicë, por jemi shumicë e dobët, e përçar, e pa organizuar. E di çfarë bëri policia e antiterrorit dhe gjykata e Shkodrës përpara pak muajsh? Dënuan një hoxh i cili i kishte bërë apel besimtarëve që mos të blenin hurma izraelite dhe në një nga videot e tij e kishte quajtur Izraelin Izrael. Dhe vetëm për këto dy fjalë e dënuan burrin e botës. Domethënë, kur vjen puna te besimtarët musliman, këtu nuk ka tolerancë. Se ata shqiptarë që nuk janë besimtarë, nuk arrin ta kuptojnë se si terrorizohet komuniteti musliman në Shqipëri. Por unë nga që jam i brendshëm, unë kam qenë këshilltar i Selim Uçës në vitin 2003-2005 kur ai ka qenë kryetari i komunitetit musliman dhe unë i di nga brenda këto gjëra. Domethënë unë kam përjetuar tmerre. Sot në Shqipëri ne kemi të burgosur politik islamik. Këta imamët që kanë qenë këtu te Unaza e Re, Genci Balla, Bujar Hysa, me gjithë marrëzirat e këtyre, unë nuk bie dakord me ato që thonin, por në fund të fundit ata nuk kanë vjedhur tendera, sikur Belinda Balluku, nuk u kanë vjedhur lekët shqiptarëve. Nuk kanë vrarë shqiptar, sikur vrau general. Po nuk mendoni për shembull që është duke u provokuar që të dali pjesa më e shëmtuar e islamit të praktikuar. Pra mos vall këta hoxhallar që flasin marrina mund të jenë me të dyja krahët, luajnë me të dyja krahët, pra janë të stisur për ta bërë atë punë që të prishet imazhi PR-i. Tani brenda komunitetit musliman ka shumë agent provokator dhe ne këtë e dim. Dhe shumë që punojnë për policinë e antiterrorit, për shërbime sekrete etj. Megjithatë, me rastin e këtyre që u dënuan, domethënë rasti i këtyre imamëve, këta nuk bën asnjë krim, këta nuk bën asnjë shkelje të ligjit të Republikës së Shqipërisë. Këta thjesht kishin idenë e tyre, do ta shlirojmë neve Sirin nga Asadi, që më pas amerikanët e shliruan. Donin që në pushtet të vinin këta islamikët e Abu Muhammed Al-Golanit apo Ahmed Sharës, që Trumpi sollin pushtet. Këta ishin ushtarët e presidentit Siris që janë sot. Ai presidenti i Siris që Donald Trump e merr në shtëpinë e bardhë dhe përqafon edhe i jep edhe parfume dhe lyn me parfume i thot sa grake e thot se e burri fort i thot. Domethënë ai person që sot është në Siri që është president, që është agent i CIA-s amerikane, ai vriste njerëz në Irak, i hidhte njerëz në erë. Këta që janë futur këtu në burg janë ushtarët e tij. E kupton ti që domethënë një terrorist që na shërben neve ne sjellim e bëjmë president. Po, ato njerëz atë nënës. Kurse këta tjerët i kapi lapsi dhe Ramës i duhen për statistika. Se duhet kuptosh diçka. E ke dëgjuar termin kok turku? Po. Tani në kohën e perandorisë Kurban. Në kohën e perandorisë osmane, kur për shembull ndodhte ndonjë rebelim, çfarë bënin pashallarët? Shkonin e vrisnin ca rebel, ja kpusnin kokat dhe i çonin kokat si trofe në Stamboll te sultani, se në atë kohë nuk ishte WhatsApp, nuk ishte kamera. Dhe domethënë nga që nuk ishte provë fotografike dhe video recording, duhet çoje kokën që ishte si provë. Është domethënë nëse sot ne bëjmë foto. Është foto, ja, screenshot-i. Është screenshot-i, po. Dhe edhe Rama, këta muslimanët shqiptar i ka kthyer në koka turku. Priten koka shqiptarësh, futen, i shkatrojnë njerëzve jetët, i hedhin nëpër burgje dhe ky i çon raportet departamentit të shtetit, se duhet kuptosh edhe si funksionon perandoria amerikane. Perandoria zioniste-amerikane në luftën që i ka shpallur Islamit. Ata nuk e din për shembull që në Shqipëri nuk ka as parti, as lëvizje islamike, ka ca fakir që shkojnë nëpër xhami, shumica e tyre janë të varfër, që mbajnë ca mjekra, që shumica janë edhe ignorant, por domethënë këta sundimtarët zionistë-amerikan të Tel Avivit edhe të New Yorkut, këta shohin hartën, e thon, Albania thon, vend islamik thon,
edhe marrin telefon këtë pashain lokal i thon, "Ora çka ke bërë ti për neve?" Edhe ai merr këto spionërit e antiterrorit, thotë fusin ca njerëz në përburgje. Futën në përburgje dhe çohet raportin departamenti i shtetit, thotë mashallah, thotë ky po na bën punën neve. Është pak a shumë strategjia që ndiqte Enver Hoxha dhe Adil Çarçani. Po, grupet armiqësore. Në kohët komunizmit për shembull, kur për shembull do vinte Adil Çarçani do bënte vizitë në kombinat, një javë para se të vinte Adili, sigurimi kishte gjithë elementët armiqësor, do në vi nga familje e këtill dhe i di këto gjëra. I kishin me listë ata, edhe do shkonin të arrestoheshin, 10 veta, 5 veta, dhe kur të vinte shoku Adil në kombinat, i çoi raporti partisë, i identifikuan armiqt, i kemi në kontroll, i kemi futur në burg. Dhe e njëjta gjë ndodh se edhe me rastin e Shqipërisë, nga që kjo perandoria zioniste amerikane e ka kthyer Shqipërinë në koloninë e saj, Shqipëria e humbi Koloni penale jemi, po. e humbi pavarësinë e saj që me rënien e Berishës nga pushteti në 97-ën. Edhe këta janë edhe këta e kuptojnë edhe rolin që kanë. Këta e kuptojnë domethënë që janë vasal. Janë ca njerëz të një province dhe e ke parti se si mburren këta me njëri tjetrin, o ty nuk ta japin vizën në Amerikë, o mua ma dhan vizën, o unë do shkoj do takoj Trumpin. Është pak a shumë e njëjta gjë që ndodhte në kohën e perandorisë osmane. Domethënë ai pasha apo be që thritej nga porta e lartë i mburrej gjithë bejlerëve të tjerë. Dhe nëse ke lexuar ka një libër Alexandre Dumas, që një roman fantastik me titullin Ali Pasha. Po e kam lexuar atë. Dhe i tregon që në kohën e Ali Pashait, kur Aliu i vriste këta lebrit, këta se Aliu ka sunduar me terror në ato sigurisht. Ka çaka që janë edhe shumë vrasës. Edhe thoshte që edhe pse Aliu i vriste si bakti, kur Aliu therrte ndonjërin dhe e varte në mes të Vlorës, të gjithë dilin dhe e brohorisnin. I thonin bravo pasha ynë. Dhe edhe këta domethënë ndjekin pak a shumë të njëjtën lloj taktik sadiste të kokave të turkut, ku muslimani, islami në Shqipëri viktimizohet. Po shikoj, pse nuk mos është vallë pasojë e ignorancës apo e tredhjes, sepse ka shumë besimtar vëlla. Ka shumë besimtar të cilët thonë që jemi besimtar, e keq interpretojnë islamin. Dalin bëjnë deklarata që kur i dëgjon normale do krijosh një lloj neverie për atë lloj fe. Po. Se me ta thonë një idiot diçka, neveri do krijosh ti. Domethënë si vjen kjo, si ngrihet, ç'a pasoje, nga vjen kjo lloj gjëje, pse u përqafua ose pse u zaptua nga disa elementë të cilët janë ignorant, por që kanë kapur pikat më kyçe. Sepse duhet të kuptosh që ky është projekti i CIA-s. Islami që kemi patur neve më herët ka qenë islam otoman. Po. Islam i medreseve, i universiteteve, i ilmiave. Por islami që amerikanët do të hapin në botë, që gjatë luftës pushtimit sovjet të Afganistanit, do jetë islami vehabist apo islami i xhihadistëve. Dhe ky islami i xhihadistëve është një islam ignorant. Ti shoh shumë nga këta xhihadistët, këta nuk din as se S'kan asnjë gjë po. Dhe ti besoj e ke lexuar novelën apo romanin 1984 të George Orwell, ku Orwell i thot ignorance is strength, ignoranca është fuqi. Liria, paqja është luftë. Dhe po të shohësh, domethënë çka ka ndodhur në Shqipëri, biles domethënë flas me disa shokë të mi këto ditë domethënë, këtu në Tiranë, të cilët janë të dëshpëruar me komunitetin musliman, ku hoxhallarët nuk i shkojnë Ramës në iftare me atë vrasësin Joel Kaplanin. E më thotë Olsi, më thon shokët, Olsi janë kapur xhamit thotë nga ignorant dhe katundar. Domethënë nuk jo për faktin që jetojnë në katune, po në mentalitet. Dhe është një strategji domethënë që ta mbash një fe të poshtëruar, targeto grupet më ignorante të asaj shoqërie, ngrin sipërfaqe. Ngri në detyrë. Këta duhet të jenë ignorant edhe frikacak. Duhet të kenë këto dy gjëra dhe kështu e kontrollon një fe dhe gjithmonë shtyp butona dhe prodhon imazhin negativ që ti do. Se nëse këta klerët e fesë islame në Shqipëri do ishin njerëz të shkolluar, të ditur dhe të guximshëm, muslimanët në Shqipëri janë 70%. Amerikanët nuk do të na sundonin dot ne.
udhëheqësit e Shqipërisë do të ishin musliman. Unë e kam përmendur dhe përmend në për intervistat e mia këshillën që Stalini dha Enver Hoxhës, që Enveri e përmend në librin e tij me Stalinin, kur KGB-ja ruse me shefin e saj Berian bën grushtin e shtetit kundër titistëve, se plani jugoslavo-amerikan ishte që Shqipëria do të bëhej Republikë e Shtatë e Jugosllavisë. Stalini 3 herë i thot Enver Hoxhës, ju jeni musliman, thot, dhe udhëheqësia duhet të jetë muslimane. Unë kur flas në Malajzi, në botën islamike, nga që unë udhtoj shumë, marr pjesë në për konferenca, muslimanët e ndërkombëtarë, po jo vetëm muslimanë, por edhe intelektualët të tjerë habiten se si është e mundur në një vend me shumicë muslimane, kryeministri apo diktatori suprem të jetë një jo musliman, ministrat kryesor, sikur kemi tani këta evangelistët Toni Gogu edhe tjetri, domethënë që kanë ndryshuar emrat në për pozita pushteti, domethënë evangelistët në Shqipëri nuk janë as 0.01%. Dhe unë i them, domethënë i bie shkurt i them, dëgjoj, nuk ka demokraci në Shqipëri. Është një kleptokraci, është një mafie dhe pushteti tek neve përcaktohet nga Fondacioni Soros dhe ambasada amerikane. Se konceptojnë dot vëlla. Ata nuk e konceptojnë dot nga që vendet myslimane, nga që janë të mëdha, janë të fuqishme, kanë krenarinë e tyre. Për shembull, të thuash në Turqi që neve na kontrollon ambasada amerikane, është Turqi shkojnë e djegin ambasadën. Sepse domethënë kombet e mëdha janë krenare dhe këto ambasadat e huaja, sidomos amerikanët, nuk sillen në mënyrën se si ata sillen me Shqipërinë, por ky është realiteti ynë. Shikoj, mos është ajo gjëja që panjohuritë që neve kemi për kohën e osmanizmit, se shikoj, koha e osmanizmit olse duhet ndarën 500 vjet vëlla. Se në epoka të ndryshme, me çka kam lexuar, me çka kam pa në arkiva, kanë ndodhur gjëra të kopshme. Filloi që pas Skënderbeut, po perandoria osmane e Sulejmanit të Madh nuk ka qenë e njëjta perandorie me Mehmetit II Fati dhe të dyja këto nuk kanë qenë e njëjta perandorie Abdul Hamidit. Pra në bazë të perandorit sultanit ndryshonte edhe qeverisja e gjitha me radhë. Nuk mund të themi dot që 500 vjet ne t'i fshim dot, edhe pse ne kemi të fshira 500 vjet vëlla, për arsye që neve nuk prodhojmë osmanishte. Nuk kemi katedrë osmanishte sepse të gjitha janë arkivat e Stambollit vëlla. Historia jonë është e shkruar aty me kadastra me të gjitha. Tani, mos vallësh ky lloj gjëje urrejtje që ne kemi ndaj kohës osmane, e justifikuar ose jo i përket një debati tjetër, ne na duhet logjika që muslimanët këtu ose ata që i përkasin fesë islame, që përfaqësojnë fenë islame, ndjehen të intimiduar nga e kaluara atyre historike? Po. Dgjoj, shqiptarët kanë qenë shqiptarët kanë qenë ajka e osmanizmit, se unë kur i them këto shumë vetat rreziqet tani do më shajnë, do thonë Turko-Mongoli poshtër otomano, domethënë ishin i pasaportë. Por dgjoj, është një fjalim nga Taçi Buda. Taçi Buda ka qenë babai Alex Budës. Po. Ai e mban në parlamentin apo në kuvendin shqiptar në vitin 1923. Pas konferencës paqes, fuqitë e mëdha më në fund britanikët zbulojnë që këtu ka vajguri dhe vendosen që Shqipëria nuk do ndahet nga Italia. Po. Dhe Jugosllavia do ta bëjnë shtet pavarur, sepse projekti i britanikëve ishte që do na bënin një farë Kuvaiti apo Brunei që na merrnin naftën, vajgurin. Dhe pasi konsolidohet shteti shqiptar, mban një fjalim Taçi Buda në kjo mund gjendet në bisedat e kuvendit, ku ai thotë që ne duhet pranojmë një gjë, thotë, që 90% e shqiptarëve musliman nga viti 1913 deri në 1918 nuk donin që të ishin pjesë e Shqipërisë, se ishin osmanli. Sepse populli këtu që u formua, këtu ku jemi neve, kjo zona quhet Kashar. Kashar nuk është shqip, është persisht, është osmanisht, domethënë Kaçkavall, djathtë Kaçkavall. Dhe popullatët, sidomos Shqipërisë mesme, ishin shumë besnike otomane. Dumbaba pra doli Haxhi Qamili. Haxhi Qamili ka qenë 5 kilometra poshtu, ka qenë kombinat, biles të shohësh kombinatin modern që është ndërtuar. Tokat nga spitali deri ku ka qenë busti i Stalinit kanë qenë tokat e Haxhi Qamilit. Dhe popullatët këtu ishin shqiptarë, flisin shqip, por ishin otomaniste. Dhe
Shteti shqiptar që do krijojnë britanikët, por edhe francezët më mbrapa dhe më pas do ta marrin italianët si projekt dhe do ta vazhdojnë sovjetët, fillon dhe investon në mënyrë masive në trushplarjen e shqiptarëve. Fillon dhe i thuhet atyre në për shkolla që ne nuk kemi Osman, që Osmanët erdhën na vran, që turqit donin të pushtonin Evropën, që herojin Skënderbeu luftoi për krishtërimin, dhe por propaganda më e madhe do bëhet në kohën e komunizmit, kur Akademinë e Shkencave do ta merrte ky grup i vlehve dhe ortodoksëve që nga Alex Buda deri te Stefan Aq Pollo, dhe këta me Akademinë e Shkencave të Bashkimit Sovjetik do shkruajnë tekstin e parë shkencor të historisë së Shqipërisë, ku ata do të projektojnë këtë historinë para islamike të arbërorëve, dhe do t'i mësojnë këtyre myslimanëve me emrat Mehmet edhe Abdullah që Osmanët janë armiqtë e tyre dhe këta duhet të jenë me Evropën, Skënderbeun dhe krishtërimin. Më pas, në kohën e komunizmit, duhet të kuptojmë diçka se revolucioni komunist në Shqipëri ishte një revolucion anti-mysliman. Sepse pronat në Shqipëri i kanë patur myslimanët, bejlerët, agallarët, qifligarët, ishin latifundistët, po. Domethënë ne myslimanët ishim pronarët e tokave. Kaurët të krishterët, qofshin ata katolik që jetonin në përmalet e Mirditës ku hante pula gur, aty s'ka tokë bujësore, apo edhe ortodoksët që një pjesë e madhe e tyre ishin vlleh, ishin emigrant, ishin sikur këta indianët që vinë të punojnë me motorra tani. Se këto popullatat vllehe që ne shohim në zonat e Myzeqes e Kavajës, po shikosh në përburimet osmane, këta janë marrë nga bejlerët si Ysmeqar, sidomos vllehët e Myzeqes. Dhe kur vjen revolucioni, kur bëhet revolucioni tetorit në Moskë, po të shohësh komunistët e parë që bëhen nga komuniteti ortodoks, që nga Koçidzoze është më mbrapa, po ishin ca më herët, që nga Mistomame, i harrova emrat, se domethënë kam kohë që nuk merrem me ato. Po ishte ky grupi i nolistëve, që noli do t'i çojnë në Moskë, do të trajnohen, do të rekrutohen si agent, dhe do sillen dhe këta do ta sillin komunizmin. Dhe tani kur dhe duhet dimë diçka se myslimanët nga që e pan këtë kërcënim që i vinte nga ky komunizmi ortodoks, dhe kur e pan që nuk kishte më kthim në Turqi, Perandoria Osmane mori fund, do bëhen fillimisht zogist, ne kishin zogun si të fortin e tyre. Kur bie zogu, do të bëhen me Italinë fashiste dhe në veçanti me Gjermaninë naziste, nga që si Italia si Gjermania kishin politika pan-islamike, dhe domethënë kur mbaj leksione mbi zionizmin i them ndjekësve të mi, i them dëgjoni, vendi i parë që ka bombarduar Tel Avivin historinë e njerëzimit nuk është Irani, por është Italia. Italia fashiste është e para që çoi avionët dhe bombardoi Tel Avivin. Dhe po me rënien e bllokut nazi-fashist, me marrjen e pushtetit nga slavët, se komunizmi ishte fenomen që erdhi nga bota slave, në Shqipëri këta që morën pushtetin, fillimisht me Koçidzodzen, por edhe kur Stalini bën grushtin e shtetit dhe sjell këta myslimanët, sërish institucionet i mbajnë ortodoksët dhe u financua, domethënë shkollat, media, kinostudio që prodhonte filma, gjithë propaganda shtetërore u transformua nga një luftë e të krishterëve kundër myslimanëve në një luftë kundër proletariatit që ishte në pushtet të klasave të përmbysura. Po kush ishin klasat e përmbysura? Ishin bejlerët, qifligarët, hoxhallarët, kulakët. Të sjell një shembull, filmin Tokë e përgjakur, nëse e ke parë, filmin Tokë e përgjakur e bën Kiço Blushi, baba i Ben Blushit, që bën romanin Jam musliman dhe Ishan musliman. E ka bërë me ChatGPT atë. Dhe po jo, duhet kuptojmë edhe diçka, urrëtitjen e Benit ndaj islamit, se është urrëtie e trashëguar. Dhe po shikosh filmin Tokë e përgjakur, që bën Kiço Blushi, por ka edhe shumë filma të tjerë, por këto unë po e marr si shembull.
për shembull ai filmi tjetër Nusja dhe shtetërrethimi, ku tregojnë myslimanët e Tiranës si ignorant që veshin vajzën me perçe dhe ajo ha kulloren si për perçes. Dhe që vinë këta komunistë tosk ortodoks dhe ja heqin perçen në saj dhe bëjnë e marrin çet e bëjnë partizane. Po të shohim filmin Tokë për gjakur, edhe po ta studiosh, biles është një temë shumë e mirë nëse dikush do të bëj PhD në këtë fushë, që të studioj propagandën islamofobike të kinematografisë në kohën e komunizmit. Në filmin Tokë për gjakur, personazhet e këqija janë, harrova emrin se si e ka Beu, është Beu që duhet të jetë Beu i Fierit diku. Beu i Fierit është gjyshi i Kujtim Cakranit, me Kujtim. Bravo. Beu i Fierit tregojnë këta agallarët e Fierit që janë të gjithë me emra mysliman, Aziz, Abdul, Mahmud e tjerë, ndërsa këta revolucionarët janë ky vllahu që punon tokën, që është me emrin Miti, Dhimitër, edhe djali i tij Gjergji. Dhe nëse e shikon gjithë narrativën e filmit Tokë për gjakur, është që ky Beu që është mysliman, është i dhunshëm, e dhunon këtë punëtorin e tij që është vllaho ortodoks me emër Miti Dhimitër dhe e abuzon atë aq shumë saqë nga që ky futet në borxhe nuk pagun të borxhet, më në fund shkon edhe e vret. Dhe pasi e vret, nëna e tij që është kjo Margarita Xhepa që ka dhe atë këngën të vran o Miti oj, të vran për bukën e gojës oj. Dhe tani Margarita Xhepa simbolizon atë gruan vllahe e cila i reziston këtij beut islamik, dhe kemi Gjergjin e vogël që është djali i Mitit, i cili merr pushkën, bëhet partizan dhe shkon edhe vret beun. E dua të them që kjo urrëtie kundër islamit ka një histori shumë gjatë, domethënë nuk nisi sot me rezolutën kundër Iranit që bën Edi Rama. Kjo është stojc. Kjo është, domethënë, vazhdimsi, se ne duhet ta kuptojmë që, sikur thonin edhe romakët, historia magistra vita est, historia është mësuesi i jetës. Apo sikur thotë edhe Winston Smithi në 1984, kush kontrollon të kaluarën, kontrollon të tashmen. Dhe në Shqipëri, domethënë, është bërë një programim që nuk ka nisur sot, ka nisur që në vitin 1920 i trurit të shqiptarëve, dhe është bërë që shqiptar me emrat Mahmud, Abdullah, Hasan, shoh ndonjëherë domethënë ca nga Shkodra me mbiemra turq janë puro turq, Oruç, e ku dëgjon se shanca, që më shajnë domethënë edhe janë më islamofob se sa këta që duhet të jenë domethënë kaurët. E duhet të them kjo ka të bëjë si pasojë e indoktrinimit historik që është bërë kundër shqiptarëve. Dhe në anën tjetër duhet kuptojmë edhe një gjë, domethënë që këto po të shikosh historinë politike të Shqipërisë, që nga rënja e komunizmit, kur amerikanët rrëzojnë komunistët, sjellin Sali Berishën, por shtat që ishte agenti i tyre. Blen aksionet e Partisë Komuniste, unë kam bindje. Por domethënë, dëgjoj, kur vjen Berisha në pushtet ndodh islamizim në Shqipëri. Së bashku me Berishën do vi Bashkim Gazidete, do vinë shumë besimtar mysliman, të cilët nën flamurin e Amerikës nisin të hapin xhamirat e tjera etj. U futën në Ligën Arabe atëherë, në konferencën islamike. Konferencën islamike. Shqipëria u kthye në Katar, domethënë në deri në vitin 97, të ishte në Tiranë, është sikur ishte në Doha, ishte plot me arab. Domethënë po shikosh sheshin Skënderbej që nga kullat, ato kullat binjake që kemi, gjithë ato hotelet që nga Sheratoni u ndërtuan nga arabët. Shqipëria ishte një Arabo-Iran, domethënë ishte një farë Doha, erdhi lek i papar. Por duhet të them, me rrëzimin e Saliut në 1997 e marrin pushtetin këta ortodoksët, që nga Fatos Nano, Kiço Blushi, Pascal Milo, e pastaj vjen ky brezi i dytë i këtyre, Ben Blushi, Edi Rama. Dhe këta filluan politikat pamëshirshme kundër komunitetit mysliman. Nano për shembull e përdori islamofobinë dhe ja shiste amerikanëve, gjithmonë domethënë dërgonte këtë shikun policin që të arrestonte hoxhallar me mjekra, i nxirrshin nëpër media, nëpër televizione, u kap një terrorist imam në lushtje etj. Dhe këto politika ndiqen edhe nga Rama, pasi ai vjen në pushtet. Dhe sidomos pasi ai merr pushtetin në 2013, ai nis një val masive islamofobie, dhe kjo që ndodhi sot në parlamentin e Republikës së Shqipërisë, ku Rama shpalli Iranin shtet terrorist, gardën revolucionare etj.
Përveç faktit që Rama i bën këto për të shpëtuar lëkurën e tij, nga që ai ka frikë se do ta fusin në burg, dhe ai domethënë luan pak a shumë Manuel Noriegën apo Somozën, i cili domethënë amerikanët thonin ne dim që ai është bir kurve, por është bir kurvës tonë. Po, është joni, është kurva jona. Domethënë ai i thot amerikanëve që un jam hajdut, jam bir kurve, por shive se çfarë po bëjmë për ju. Pra përveç servilosjes që Rama bën ndaj amerikanëve, në anën tjetër tregon edhe atë sap koshiencën e tij, atë urrëtitjen e vazhduar që ai ka për islamin, për muslimanët. Dhe po shikosh fjalimet e tij, Republika Komuniste e Iranit na ka bërë neve sulme kibernetike. Thua ti se Irani e bëri shosh Tiranën, edhe Edi Ramës po e ha palla shumë për Tiranën, kupton ti? Edi Rama lutet natë ditë thotë si s'po na hedh Irani në raket këtu, Bravo, që të më mbaj mua, që të më mbaj Trump edhe ne A mos po lutet për një false flag? Unë besoj se ai po lutet, nga që ai po mundohet që të luajë Benjamin Netanyahu. Po të shikosh politikat e Benjamin Netanyahut. Netanyahu është një war criminal, është një kriminal lufte, domethënë ai kërkohet nga Interpol, domethënë ai është Hitleri, është shejtaneve. Ai është më keq se Hitleri. Ai është më keq, domethënë ai Hitleri ishte lule para tij. Por çfarë bën Netanyahu? Në mënyrë që mos ta fusin në burg drejtësia izraelite, ai vetëm bën luftra. Një muaj bombardon Yemenin, edhe i provokon këta, i përgjigjen këta, thotë futuni gjithë në tunel. Domethënë ai po ja bën nonën popullit të Izraelit. Domethënë izraelitët, sidomos në këtë luftën që jemi dita e 17 sot, izraelitët nuk flenë dot më krevat, sepse Irani i çon raketa 10 herë në ditë, domethënë, edhe i bin ato alarmet, ata shkretët po jetojnë si mik nëpër tunele. Dhe ashtu sikur Netanyahu që e djeg Izraelin, është bën aventurë, domethënë, edhe Rama mundohet ta kopjojë atë. Prandaj i bën gjithë to. E para solli këtu mujahidinët në 2016-ën, që si nuk e pranuan asnjë nga vendet europiane. Asnjë, ora është të sjellësh dinamit në shtëpinë tënde. Domethënë aty ku ti mban gruan kalamojt, të futesh një minë me sahat. Atë në minë me sahat. Amerikanët i lutën, i ofruan para Bullgarisë, Rumanisë, Maqedonisë. Ku nuk shkuan, nuk edhe në Afrikë, edhe Etiopia i refuzoi. Doli ky idioti edhe i mori falas. Ky i mori falas me shpresën që e paguan me atribute politike Amerika. Domethënë ky tha si do mbajnë mua amerikanë pushtet, bëjnë der Izrael. I solli këtu, i lejoi që të bëjë kampin e Manzës, i lejoi që ata të kryejnë aktivitet terrorist nga kampi i Manzës, të kryejnë sulme kibernetike kundër Iranit e tjerë. Ignoronte në mënyrë të vazhdueshme ato që bënte. Unë në korrik të vitit 2022 së bashku me Gjeri Thanasin i kemi çuar letër Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Letra është rekomande. E ka marrë edhe Ilir Meta, se kanë folur me Ilir Metën mrapa, e mori Rama, e mori Parlamenti, e mori Këshilli i Sigurisë Kombëtare, e mori Shiku, e mori antiterrori, ku i thonim me fakte që nga Shqipëria po bëhen sulme kundër Iranit. Përpara sulmeve kibernetike, edhe nuk na ka kontaktuar asnjëri. Thotë ore, çfarë po ndodh në këtë vend? Domethënë ata e dinë se çfarë bëhet në Shqipëri. Dhe unë besoj që Rama i bën gjitha këto gjëra, nga që ai ka kuptuar që për këta udhëheqësit provincial, domethënë, sigurisht Shqipëria është kot provincë, në mënyrë që ai të vazhdojë të sundojë si sultan, në mënyrë që ai mos të përfundojë në burg sikur Erion Velia dhe Ilir Meta, apo sikur Gruevski në Maqedoni, apo sikur Hashim Thaçi, e vetme gjë që mund të bëj është gjithmonë që të bëj këtë protagonistin për të keqen, atë princin e errësirës, Florov Degen. Domethënë ai unë besoj që Rama lutet në atë ditë thotë o Ayatollah thotë ma hudh një raketë më këtu, po ata s'po e pjerdhin, edhe ky është problemi. Biles më bënte një koment te emisioni i Rakipit që bëra mbrëmë, thoshte na lodhi ky uri si po pritet të harrova tekstin, po thoshte thuaj më aty iranianëve thoshte të hedhin një raketë aty në Surrel, thoshte na tru podcasti me çuar iranianëve pikat në Surrel me koordinata. Ora mos e bëse shtim burg të sill antiterrorin një. Ai e di shumë mirë që po të mfusi mua në burg ka krijuar padashe Mandelën shqiptar. Po ai e di shumë mirë. Po mos se ai thotë kapa agenti, ora ai të bën agent ata, kapa agentin iranian. Un kam lidhje me terrorizmin vëlla, sa çka lidhje Rama me Zotin. Po. Është nul.
Po ku do me ditë për Zot ai? Ku do me ditë për Zot? Po jo, po neve jemi personazhe publike, mua ti nuk më vendos dot fjalë, un kam të drejtën time për të ironizuar vëlla. Po. Sepse ti po dele dhe po bën një rezolut idiote kundër një vendi i cili është në luftë me Izraelin, me Amerikën, puna e vet vëlla. Po. Unë atij vendit vëlla nuk është se më ka kërcënuar një herë ai vendi. Po. Tani janë shumë vende në luftë me njëri tjetrin, të pakën neve si milingon shtet që jemi. Morr. Milingon shtetë vëlla, se unë e dua vendin tim, si thënë do të marr, po Milingon është e vogël, kafsh fistike. Liliput. Mjafton që është i postulat në gjeopolitikën botërore, kur elefantët përleshen me njëri tjetrin, lepuj duhet ikin. Ne jemi lepur vëlla. Rriti ç'po duhet dy fuqi bërthamore në luftë me njëra tjetrën, raketa 2500, 3500, 4500, 5500, 650 metra të vendosur raketat nën tokë që si kap do ta si lloj rreze, ti vllagje 9000 ushtar rezervist, gjysma atyre ti japësh 5000 lekë i takon në rrugë. Janë për gjunof. Janë për gjunof. Tani si mund të dalun tani dhe dalin në organizatën e Kombeve të Bashkuara thëm Irani terrorist. Po s'më duhet fare vlla. Po çai ka bëj Irani këtij? Ore mua nuk më duhet fare. Jo, ore m'fal, unë pyetej që i bëj këtij kur dalën. Ori them, ore çat ka bëj Irani ty? Se sikur edhe nonën t'ja kishte bëj Irani, ky nuk duhet sillej kështu. Çai ka bërë Irani këtij? Vlla. Im fal, Irani, se e përmenda edhe te Rakipi kur isha mbrëm, e përmenda edhe në Top Channel. Këta socialistët, po pra, se këtu më qëndro pak. Kur kanë qenë një deklaratë fuqishme, ka paguar Irani deputet socialistë. Po, i ka majtur me lek. Si Irani ka patur fondacionin në Shqipëri, vlla, ka patur buxhet miliona dollarësh. Dhe shumë nga këta kushërinjt e këtyre deputetëve Labor që kemi parlamentet dhe bektashi, po dëgjojmë vetë njerëz të lodhën. Kanë patur investime me iranianët. Kemi patur për shembull numrin 2 të Partisë Socialiste që pak metra më poshtë këtu ka patur një godinë që ja jepte iranianëve dhe ata i paguanin qeram ujore etj. Shumë stratosferike për ato kohë. Pastaj nëpërmjet kryegjyshatës bektashiane. Pastaj nëpërmjet shkollave, a disa shqiptar Irani ka edukuar. Irani ka investuar këtu në arsim, se ka pat buxhet Irani ka qenë sikur Kuwaiti, sikur Katari. Katari e disa lek hedh Katari në Shqipëri, po shikosh për shembull Lalierin, shumë nga këto shkolla që bënte Lalieri e thoshte bëm shkollën këtu ishin gjitha lekët e Katarit. Që nga sheshi Skënderbej, domethënë ku dalin Iliro Pellazgët dhe thon ky mundi islamin, ato sheshe kanë ndërtu Kuwaiti, janë me lek islamike gjitha këto. Dhe ashtu sikur Kuwaiti, sikur Katari, sikur Arabia Saudite, që kanë hedhur këtu miliona dollar, kështu ka hedhur edhe Irani. Ti ke sot shumë persona që punojnë në shish, që punojnë në policinë e antiterrorit, që janë shkolluar në Iran. Ke patur zvendës kryetarin e Bashkisë së Tiranës, që është shkolluar në Iran. Domethënë Irani ka qenë këtu. Kjo zona ku jemi neve këtu, ke patur gjitha ato aktivitete nga iranianët. Dhe tani Rama nxjerrët këtë taulantin e çunave të Elbasanit, se edhe taulanti ka frikë nga spagu, mos hyn bujë, tani Toyota Yaris. Tani dalin edhe bëjnë kështu si trima, thonë ne i shpallëm luftë Iranit. Po këta janë budallëj, sepse këta po përdoren. Binës unë brëm ja përmenda në emision Ramos, i thash ki kujdes nga karma e Hashim Thachit. Dhe isha bëri Hashim Thaçi një javë përpara se amerikanët ta arrestonin të çonin në Hag, me qeverinë e Kosovës nxori vendim shpalli Hizbullahin organizatë terroriste, me shpresë se unë duke shpallur Hizbullahin organizatë terroriste do t'ja bëj qevin Izraelit dhe amerikanët dhe këta do mblyn murat. Nxori vendimin Hashim Mavria, skaluan as 5 ditë, po hikte po në Amerikë do takonte Donald Trumpin, e zbritën nga avioni, thanë hajde pak se kemi çik punë, edhe deri tani ai është në Hag. Që i kërkohet 45 vjet burg. Po, dhe unë dyshoj që fatin e Hashim Thachit do ta ndjeki edhe Rama. Domethënë Rama me taulant ballën, jo ta shpallin Iranin shtet terrorist, po të marrin këtë Arben Kingjin që e kanë shefin e shtabit të ushtrisë, ta çojnë me gjitha pabuksat që ti përmendi që janë ushtrinë shqiptare, ti kapi ti hedhë aty në kanalin e Hormuzit që ti hajnë peshkaqenët. Prap këtë do ta ndjeki fati i Hashim Thachit. Këtë do ta fusin në burg. Njerëzit kanë harruar që në luftrat që ka bërë Aleksandri i Madh kundër Persisë sa so kohë, me një genialitet ushtarak të vendosur falangën në një pozicion që sakrifikoi Këmsorin dhe ju fut Darit të dytë me kalorsinë e vet, e kanë ndjekur në shkretir.
urdhri parë ekzekutiv që ka dhënë Aleksandri i Madh është do vritet tradhtari i mbretit Dar. Ai që e vrau Darin dhe i tha Aleksandrit, domethënë tek Irani, po ta shikosh që nga kohët prehistorike që ka qenë Persi, populli me civilizimin më të fortë në botë, e kanë ndjekur karma të gjithë. Ata që e shesin Iranin vlla, që e shet në tafti, se kjo është shitje prej idiotë vlla, se unë e kuptoj, ti ishe izraelit ky, e kuptoj vlla, Irani do me të vratë shoku. E ke çështje kombëtare. E ke çështje kombëtare. Edhe bravo të qof, vazhdo, ke armë. Ti ç'a do vlla? Ne ç'a dum këtu? Unë du dhe izraelitët, du dhe iranianët. Pse? Sepse i du këtu vlla për balancë, mos të fuqizohet as si lob më shumë. Mbaj njëri tjetrin këta, Shqipëria rehat mileta, kupton? Ne duke u pozicionuar në një shtet i cili ka kriminal lufte presidentin e vet. Kryeministrin, çfarë drejgjën është ai? Netanyahu. Po e kërkon, i doli Spanja kundër, i doli NATO kundër. NATO për herë të parë vendet evropiane i thirrën në Radakes dhe thanë jo vlla, ne nuk vinë në operacion. Doli kryeministri britanik dhe thosh, ç'pun kemi ne me ty ta? Jepi. Jo, sepse ministri britanik e kuptoi vlla që ishte lojë ekonomike për petrodollarin dhe i iku gjithë interesi britanik i ndërtuar prej 300 vitesh në xhirin e Hormuzit. Iku nga amerikanët, sepse e zbythi Amerika Anglinë. Kjo është luftë edhe mrena aleatëve. Ne të dy e kuptojmë, po na duhen 6 orë me e shpjegu. Dhe duhet të themi diçka tjetër. Përpara një muaji se të niste kjo luftë, armiku më i madh i Evropës Bashkuar nuk ishte Irani, por ishte Amerika. Si ti mban mend që Donald Trump proporciononte Danimarkën, do t'ua marrë më dhunë Groenlandën. Dhe në këto momente evropianët fërkojnë barkun, thonë, re në kurth, rri aty si mut. Dje Donald Trump kishte pranuar disfatën vlla. Nuk e di. E pe deklaratën, ishte i dëshpëruar, thoshte o NATO ku është? Më në fund vlla kam gjetur ta gjej edhe ty, po ja u them edhe njerëzve. Ground News, $60 bëra në vit vlla, edhe të jep mediat e majta qendrës të djathtë. Ti lexosh gjithën për një lajm. Pra un aty kuptoj çfarë mendojnë leftistët, çfarë mendojnë rajtistët, çfarë mendojnë centristët. Edhe bëj vetë sintezën e gjës, konkluzionin. Për një lajm, 80 burime, 90 burime, shpejt. Turp vlla, është turp e faqezez. Pra dali presidenti i Amerikës dhe thoi shikoj se neve shtet shumë i fuqishëm nuk e kishim llogaritur ndonjëherë, sepse unë nuk e kam probleme me Trumpin vlla. Trumpi e tregoi që është lev, është kukull. Ç'është kukull vlla? Domethënë erdhi Dritan Demiraj që jeton këtu, jeton në Michigan, në Amerikë dhe tha, "Troçu ta thëmë shpengashit, kjo është luftë e Izraelit, nuk është luftë e Amerikës." Edhe bufi e dikët. Edhe po ta thot një kolonel vlla, i cili dashur pa dashur është i lidhur me ushtrinë edhe ka qenë ushtar i NATO-s në Afganistan. Është ushtarak i lartë. Më kupton vëllai, edhe e njeh, unë ja kam bler 3 libra vlla. Po. Ma tregoi aq bukur gjeografinë e Iranit, që nuk ka bir nëne, edhe ma shpjegoi një gjë që unë nuk e dija, thellësia strategjike u shpend është 1.5 milion kilometra katror. E çon të gjithë njëjtën strategji që ka përdorur Stalini. Çohet të gjithë në lindje, popullsinë, industrinë, se ke thellësi ku do të vinë avionet, radaret e gjithë me radhë. Një vend si Izraeli nuk ka thellësi strategjike, se një rrip është. Vend si Shqipëria, ku e kemi ne? Ku në të gjyshes veneciane do vemi? Ne me 3 bomba vlla shkrihemi. Ky problemi këtu e di çfarë kam unë shpend është që këtu nuk flasin shqiptarët. Ora, kjo është çështje jeta vdekje. Vlla, ti e kupton që mua vjen nga një kritika e bë ti e bë islamik, po të paguan dhe ty Irani, po të paguan ty. A kupton ç'a? Ore, tu ka budallën pa fund. Ore, po ky po djeg vendin, ç'a islamiku është kjo? Ky po djeg vendin, ky po ta vë vendin në luftë. Ç'a islamiku është kjo? Ti ç'a po je bohosi po klon Kur'an këtu? Ç'a islamiku e vërtet? Ky po ta fut vendin në luftë, në një luftë që Donald Trumpi ka dalë po qura vitet, domethënë presidenti i superfuqisë më të madhe të botës i thotë evropianëve pse nuk vini ju që ne të luftojmë Iranin. Vlla, këta na e futën një herë me 11 shtatorin. Që unë edhe pse kam qenë i vogël, tërë jetën e kam dyshuar, kam 20 vjet vlla që lexoj, kam parë video dokumentar për atë dhe nuk ka shanse në botë vlla që të bjeri një hekur që është i predispozuar të shkrihet me 1370 gradë, pyes aviator. Sa është fuqia e shpërtimit dhe vlla goditjes së një avioni Boeing? 700 deri në 800 gradë. Pra janë diferent 500-600 gradë vlla. Si mund të bjerë gjithë shkrieta i hekur? Iku e para, detonator. U bë fals flagu vlla, iku Saddam Husseini. Maroi. Iraku, një popull shumë i fuqishëm, diqën. Ta thonë edhe The Three Kings,
te filmi i Hollywoodit bër po prap nga këta me Mark Wahlberg, Ice Cube edhe me George Clooney. Vajten për të vrarë, për të marrë naftën dhe për të marrë arin vlla. Morën lingotat e arit dhe çojnë në Amerikë. Kjo s'është luftë kundër luftë për të sjellë demokracinë. E hangrem një herë se dolëm nga bloku qendror, ra muri Berlinit, të gjithë neve, aq më tepër ne shqiptarë 45 vjet mendonim se Amerika hante bar, Irani hante bar, Italia vonte për bukë dhe neve me tollona ishim më të lumturit e botës, se popull debil, kupton, popull me shërim. Po tani nuk na e fut dot më me fals flage valla. Sepse unë mendoj që nëse ti do të sjellësh demokraci, ti shkon dhe bën takime bilaterale me një shtet. Po pse i hap alla Amerikës për demokracinë? Për demokracinë, kur s'ka demokraci brenda vlla. Po mirë, po pse nuk çojnë demokracinë në Dubai ta? Që është diktaturë absolute. Pse nuk çojnë demokracinë në Arabinë Saudite? Ti e pe, po dëgjoj, Trumpi ka gjë të mirë. Trumpi është shumë i drejtë për drejtë, sepse domethënë kur rrëmbeu Maduron, i dolën shumë nga këta lefti. U thanë, Samir i thanë, do na sjellësh neve demokratët. Ishte ajo njëra që kishte fituar çmimin Nobel. I thanë, më çon mua të bëhem presidente. Jo më i tha Trump çfarë president letrin ata që janë. Pse Amerikës nuk i hap palla për demokraci. Amerika shikon interesa. Por ashtu sigur e përmendët edhe ju, sigur e ka përmendur edhe kolonel Demiraj, kjo nuk, për fatin ton të keq, nuk është lufta e Amerikës. Donald Trump në këto momente është i dëshpëruar, po kemi një krizë botërore. Dhe duhet të kuptojmë që nëse iranianët vazhdojnë të rezistojnë dhe e bllokojnë kanalin e Hormuzit, kanali i Hormuzit është arteria që furnizon me gjak perandorin amerikane. Po. Sepse duhet të kuptojmë që Amerika nuk është një superfuqi industriale. Ky stilolapsi që ne kemi këtu, këto syzet që kemi, janë gjitha made in China. Çdo gjë është made. Domethënë çka kemi neve amerikanë, asgjë. Por Amerika neve na shet vetëm dy gjëra. E para, gjithë vendeve të botës na detyron që të blejmë dollar amerikan. Dollari është një cop letër që ata e printojnë në printer. Dhe pse e blejmë neve dollarin amerikan, për çfarë na duhet? Për të bler naftën. Sepse që në vitin 1974, kur ata bën marrëveshjen me Arabinë Saudite, ata kanë detyruar arabët që në gjithë botën nafta të shitet me dollar. Kam parë dokumentar 4 orë. 4 orë vlla për lindjen e mesme, një djalë që ngjason me podcastin tim. Që lexon vlla edhe thot troç. Kur është hapur ambasada, kur është hapur kazerma ushtarake në Arabi Saudite, kur u zgjodh oil reserves, i thot hiqe atë flamurin amerikan, sepse thonë që na pushtoi Amerika, se u ngritën muslimanët, shnem flamuri amerikan, e kanë bërë pa bazë, dhe kush ishte babai ose zotria që e krijonte atë bazën, babai Osama bin Ladenit, Mohammed bin Laden vlla. Se bëhet mishi kokra, unë aty e mësova. 3 orë gjys dokumentar East në Far East, Middle East explained. Al-Qaeda vlla. Projekti CIA-s, ISIS-i. Projekti CIA-s. Për të vrarë muslimanizmin vlla. Për të bërë që të vrasë njëri tjetrin. Për të vrarë, ndodhi pra vehabizmi që thua ti, unë i them xhihadizmi, sepse nuk shkruhet në asnjë cep të Kuranit vlla. Edhe kur flitet për xhihad, unë e kam kuptuar xhihad, unë jam lexuar si Kurani, e kam lexuar vlla. Aq sa Allah thotë në Kur'an të vrasë një njeri është sikur ke vrarë gjithë njerëzimin. Dalin ata thonë. Kur thot për xhihadin, xhihadi cigaren që u pi vlla. E keti mundsinë me vrat djallin mrena vetes, me heq ato tundimet. Kur je i martuar mos shkapësh gruan e tjetrit. Ti heqësh, ky është xhihadi më, lufta shpirtërore më, siç e ka, pse i keti sy të kafe dhe unë shile, hajde vrasim njëri tjetrin si punë atyre milingonave të zezat e të kuqe që kur tronditen vrasin njëri tjetrin se mendojnë që janë armiku. Kjo është vlla ideja. Po. Pra, vlla, fjalia e fundit. Unë dua nga ty, çfarë do ndodhi me Iranin, sepse në çka kam lexuar unë, ideja është këtu. Mojtaba Khamenei bashkë me elitën iraniane ka thënë po, ne mund ta hapim kanalin e Hormuzit, por me një kusht, t'i paguani me yuan kinez. Amerikanët janë të dëshpëruar në këto momente dhe gjelën duke i lutur iranianët që ta hapin kanalin e Hormuzit, se sikur po shpjegoj më herët, kanali i Hormuzit është arteria që furnizon me dollar bankat amerikane. Për sa kohë nuk shitet nafta arabe, bankat amerikane do shkojnë në kolaps. Prandaj Trumpi është aq i dëshpëruar.
Dhe ata kën nuk po I çojnë iranianëve që të bëjnë marrëveshje. Dhe iranianët I kanë thënë jemi gatshëm të bëjmë marrëveshje, por këto janë kushtet tona. Numër 1. Duam që të sigurohemi me një marrëveshje që do kaloj në Kongresin Amerikan, që Amerikanët nuk do të na sulmojnë më neve. 2. Duhet të urdhëroni Izraelin që të ndalojë gjenocidin e tij në Gaza dhe në Liban. 3. Duhet të hiqni të gjitha sanksionet ndaj nesh, se domethënë Irani tani Ka dalë nga SWIFT, është payback domethënë. Irani po lan haqet me këtë që po I bën, se janë nxin jetën Irani është në sanksione totale. 4 iranianët kanë kërkuar që amerikanët të paguajnë dëmshpërblime për luftën. Edhe e 5 I kanë kërkuar Trumpit që mos të hynë fare në punët e brendshme të Iranit, jo marrëveshje nukleare, jo asgjë. Dhe I 6 I kanë kërkuar Trumpit që nëse ai bën këtë marrëveshje, kjo marrëveshje duhet të kalojë në Kongresin Amerikan, nga që ata nuk I zëjnë bes Trumpit, diçka që do thotë poshtërim total për atë. Trumpi me egon që ka, nuk besoj që do ta bëjë diçka të këtij, dhe unë parashoh që kjo luftë do të zgjasi për shumë javë të tjera. Nga që iranianët në këto momente janë, nëse ke parë ndonjëherë atë tigrin kur sulmon, Po që është I lënduar. kur Është I sulmon, plagosur. kur sulmon hipopotamin. Hipopotami është kafshë e madhe, të godet të bën. Kjo është Amerika që të gjuan ata po bombardojnë, domethënë Trumpi po thoshte mbrëm kemi bërë 7000 bombardime deri tani. Por Irani është si puna e atij tigrit që e kap hipopotamin në fytin e tij dhe ja shtrëngon fytin. Dhe iranianët këtu po bëjnë. Fyti I imperializmit amerikan është kanali I Hormuzit e para. E dyta, amerikanët, jo vetëm amerikanët, por edhe NATO e ka shumë të qartë që ata nuk do të mund ta mundin kurrë Iranin në Hormuz, nga që Irani është në tokën e vet. Nëse këta do të çojnë luftanijet, Irani do t'i zhyti luftanijet e NATO-s. Dhe për Irani, domethënë lufta e Hormuzit, nëse NATO apo amerikanët do bëjnë ndonjë koalicion, do kthehet sikur betejë e Çanakkales apo e Gallipolit, viti 1915-16, luftën e parë botërore. Betejë e Gallipolit. Kur Winston Churchill dërgoi flotën angleze, franceze, australiane, neozelandeze për të pushtuar Gallipolin apo Dardanelet, dhe si përfundim ata humbën, sepse ushtria që lufton nga toka mund ushtrit që janë më superiore, që janë në det. Dhe këtë e din shumë general të NATO-s, të cilët në mënyrë të prerë I thon Trumpit, jo, ne nuk vim, se nëse ata do nisin luftë për të shtiruar Hormuzin, për të hapur Hormuzin, ai do përfundojë në një betejë Gallipoli, ku flotat e NATO-s do të zhyten në det. Domethënë, ky është parashikimi jot. Ky është parashikimi. Kurse unë kam një parashikim tjetër dhe I vendosim pikat mbi. Po. Bota ka për të parë një kolaps tjetër. Krijuesin e çipave kompjuterik të inteligjencës më të lartë, Taiwanin. Pra, Kina po I përgjigjet Amerikës, nuk është parë ndonjëherë në muajt e fundit flotë më të madhe rreth Taiwanit se sa ajo që ka Kina sot. Kinës ju bllokuan 8% të rezervave të saj të naftës nga Irani, u degeneru dhe në Venezuelë, ku u mor Maduro dhe ju rrëmbye edhe ju nafta. prish nafta, kontrata e naftës, tani I kanë vajtur në Iran. Po. Irani po mbahet sepse është gjeografia fizike që ato nuk e pushton dot me ato dy shkretirat mes vargjet malore. Saç I bën Afganistanit, aq kanë për t'i bërë te Iranit, se nuk e pushton dot, është I papushtueshëm, plus që dashur pa dashur vëlla. Rusia është shteti I cili po përfiton më shumë nga të gjithë vendet e tjera. Rusia sot është superfuqia e botës ekonomike. Ju hoqën sanksionet me Amerikën, pra ju ul gjunjë Amerika. Po shet naftë sa do. Po shet naftë, gaz natyror pafund, mban raporte të mira me Iranin, me proxy, e furnizon që vazhdohet mos e lirohet lodhi amerikanët. Lodhi amerikanët te xhiri Hormuzit se po shesun naftën. Po. M'ke mua nga pas, mos e vrit mendjen, lidhet edhe me Kinën. I bënte pak presion të but Kinës, shikoj se unë mund dal nga BRICS se më hoqën sanksionet. Kina nga ana tjetër nuk përplaset dot me Rusin, po I thot Iranit tani ti boje këtë kontratë, po me juan kinez të godasin $1, ndërkohë që po godet çipat. Po. Sepse I duhen 35 vjet që të ndërtoj një fabrikë
qipash siç ndërtohen në Taiwan për tërë botën. Prandaj miku im, neve sapo kemi hyrë në fillimin e një lufte e cila vetëm ushtarake nuk është. Kjo është lufta ekonomike e gjigantëve të mëdhenj dhe po tregon dobësitë e këtyre superfuqive të mëdha, se ku i kanë pikat e dobta si Kina, si Amerika, por po harrojnë diçka vëlla. Madhe Rasha, nënën Rusi, e cila sot e kësaj dite është shteti më i fuqishëm i botës geostrategjikisht. Është duke bërë biznes me tërë botën dhe është duke i thënë shteteve të Europës që ato sanksionet merrni, bëjni tub dhe futeni atje ku doni. Ata po i lutën Rusisë tani më për nap. Morën fund. Kjo ishte, të dashur miq, ky ishte takimi me Olcin në këtë të martë. Do na shihni pothuajse çdo të martë, se kështu e kemi lënë me Olcin, për çështjet në lindjen e mesme dhe Taiwan. Duke ju uruar natë mirë, shumë dashuri, filloni të gjykoni me drejtësi dhe me logjik, jo me klishera të krijuara në mendje nga media mainstream, ku shet çdo gjë përposhtë të vërtetës. Ju duam shumë. Natën.